Alba rinte ullur në qoshen e oborit, me shikimin e humbur diku larg, sikur po kërkonte diçka që nuk ishte më aty. Labi u afrua ngadalë, e ndjeu që diçka po e mundonte. Nuk e pyeti menjëherë. E la heshtjen të fliste pak, pastaj Alba pshërti u thellë, "Aman, o Lab." Tha ajo me një zë që mezi mbahej. "Ai më ka harru." Labi e pa me vëmendje, pa ndërhyrë. Alba vazhdoi, sikur fjalët tij kishin mbetur peng për shumë kohë, "Janë bë 2 muaj tash. 2 muaj pa asnjë shenjë, pa asnjë fjalë. Dhe unë zbesoj ma që ai është me mu. Liam. Më duket se e ka humbur rrugën." Zëri ju drodh në fund të fjalisë. Nuk ishte inat në fjalët e saj, ishte zhgënjim i pastër. "Ndoshta jashtë gjërat ndryshojnë shpejt," shtoi ajo. "Njerëzit harrojnë më lehtë se sa mendojmë. Jeta ecën, e ti mbetesh duke pritur diçka që s'po vjen." Labi e dëgjonte me kujdes, me atë qetësinë që të jep vetëm dikush që nuk të gjykon. Alba e uli kokën për një çast, pastaj foli më qetë, por më thellë, "E kam dash shumë," tha. "Nuk po e them kot. E kam dash me zemër. Jo si loj, jo si muhabet kalimtar. Prandaj më dhem." Ajo qeshi lehtë, një buzëqeshje e hidhur, e çuditshme, a? Si mundesh me dash dikë kaq shumë dhe prap me u ndje kaq vetëm? Në sytë e saj kishte mall, por edhe një lloj pranimi që po vinte ngadalë. Alba nuk po kërkonte më premtime. Po kërkonte vetëm ta thoshte të vërtetën e saj me zë të lartë. "Ndoshta është faji im që kam besu," vazhdoi ajo. "Ndoshta kam dash ma shumë se ç'duaj. Po unë kështu jam. Kur dua, dua fort." Labi më në fund foli, me ton të butë, por Alba nuk po priste përgjigje. "I mjaftonte që dikush po e dëgjonte, nëse ai vërtet më ka harru," tha ajo në fund, "atëherë s'kam çfarë të bëj. Veç me e pranu. Po dashnia që kam pas për të. Ajo ka qenë e vërtetë. Dhe për këtë nuk pendohem." Ajri u mbush me një heshtje të qetë. Jo heshtje dhimbjeje, por heshtje ku fjalët kishin bërë punën e tyre, në shtëpinë e Big Brother Kosovës, ku çdo emocion zbulohet para kamerave. Ky ishte një ma.